Veprimtari Halil Geci ka deklaruar publikisht mbështetjen e tij për koalicionin vetëvendosje guxo Alternativa, duke u distancuar nga LDK-ja aktuale, të cilën e akuzon për devijim nga fryma rrugoviane. Geci thekson se do të mbështesë të gjithë ata që mbrojnë kushtetueshmërinë dhe sovranitetin e Kosovës, ndërsa shpreh mbështetje të veçantë për kandidaturën e djalit të tij, Dr. Fatos Geci, për deputet në listën e vetëvendosjes. Ai nënvizon se mbetet i palëkundur në bindjet e tij politike dhe në përkrajen për ndryshimin dhe reformimin e skenës politike kosovare. Unë jam me ata që mbrojnë shtetin, jo me ata që e shesin lirinë. Në politikë si në jetë ka momente kur duhet të flasësh qartë dhe pa ekuivoke. Ky është një prej atyre momenteve. Unë i takoj rrugovizëve të përjashtuar dhe të nënshmuar, por mbetem i palëkundur në bindjet e mia politike dhe kombëtare. Me këtë shkrim unë dëshiroj t'ju bëj të qartë të gjithë atyre që mendojnë ndryshe, por edhe lexuesve të mi, se pozicioni im politik është i qartë, i sinqert dhe i pandryshueshëm. Qëndrimi im buron nga bindja, përvoja dhe përkushtimin ndaj Kosovës, kushtetueshmërisë dhe sovranitetit të saj. Miqtë e mi, për ju disa që nuk e keni ditur, unë jam Halil Geci, babai i Dr. Fatos Gecit, kandidat i rrugovizëve të përjashtuar, tani pjesëtar i partisë Guxo dhe mbështetës i koalicionit vetëvendosje Guxo, PSHDK dhe Alternativa. Ju i dini prononcimet e mia publike kundër atyre që e kanë prur LDK-n vetëm 10%, derisa LDK-ja t'i largojnë njerëzit e IS-s dhe Hashimit nga kjo parti dhe t'ia hap rrugën Vjosa Osmanit, Donika Gërvallës dhe rrugovizëve të nënshmuar e të përjashtuar, dhe derisa t'i largojnë nga LDK-ja Lutfia Zirin, Avdullah Hotin dhe rrethin e tyre, unë do të mbetem kritik i kësaj partie dhe njëkohësisht mbështetës i koalicionit të përmendur më lart. Do ta mbështes këtë koalicion dhe do të jem pjesë e tyre pa asnjë hezitim. Në mënyrë të veçantë do të jem mbështetës i yllit tim, djaloshit tim guximtar Fatos Geci, në udhëtimin e tij drejt fitores. Natyrisht pa ndihmën tuaj as unë dhe as Fatosi nuk jemi askushi. Unë do t'i mbështes dhe do t'i votoj të gjithë ata që e mbrojnë kushtetueshmërinë dhe sovranitetin e Kosovës sonë të shtrenjtë, pa marrë parasysh se cilës parti apo koalicioni i takojnë. Këtë mbështetje kam dhënë tash 6 vjet dhe do ta jap edhe më tej pa rezervë. Zagarat e amanetit të Rankoviçit e të Hashimit dhe IS-s lejnë, por karvani ecën me mbi 51%. Me besim në Zot, në popull dhe në të ardhmen e Kosovës, u uroj suksese forcave politike që sot përfaqësojnë ndryshimin dhe shpresën për shtetin ton. Zoti na e prifte mbar dhe na ndihmoft në mbrojtjen e Republikës së Kosovës, të ligjit dhe të interesit kombëtar. U drejtojmë qytetarëve dhe votuesve të partisë Guxo dhe të koalicionit me vetëvendosjen. Nëse vlerësoni se Fatos Geci është kandidat i dur për të përfaqësuar interesin qytetar dhe shtetëror, kërkojmë mbështetjen dhe votën tuaj. Në çdo rrethan unë do të mbetem një mbështetës i palëkundur i këtij koalicioni dhe do të punoj pa u ndalur për mbrojtjen e kushtetutës, sovranitetit dhe interesit kombëtar.